Dashi, dita e sotme do të sjellë surpriza të këndshme në jetën tuaj sentimentale. Mund të ndiheni më të lidhur me partnerin dhe të shijoni momente të veçanta së bashku. Në punë do të përballeni me sfida të reja që kërkojnë vëmendje dhe përkushtim. Është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos humbisni besimin te vetja. Financat mund të kërkojnë një planifikim më të mirë për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për buxhetin dhe merrni vendime të menduara. Në aspektin emocional, përpiquni të ruani qetësinë dhe të mos lejoni që stresi të ndikojë në humorin tuaj. Praktikoni aktivitetet që ju relaksojnë dhe ju ndihmojnë të gjeni ekuilibrin e brendshëm. Demi, sot është dita ideale për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të rishikuar disa vendime të mëparshme. Për ata që janë në një lidhje, është momenti për të folur hapur dhe për të ndarë ndjenjat. Në punë, një detyrë e re mund të sjellë sfida, por me përkushtim do të arrini sukses. Financat kërkojnë vëmendje, ndaj përpiquni të menaxhoni shpenzimet me kujdes. Mos merrni vendime të nxituara në lidhje me investimet. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e paqëndrueshme, kështu që përpiquni të gjeni momente për qetësi dhe reflektim. Një shëtitje në natyrë ose një bisedë me një mik të besuar mund t'ju ndihmojë të kthjelloni mendimet. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional. Binjakët, sot mund të ndiheni të ngarkuar emocionalisht, por mos u shqetësoni, pasi kjo do të kalojë. Në dashuri, është momenti i duhur për të bërë një bisedë të sinqertë me partnerin. Nëse jeni beqar, mund të shfaqet një person që do t'ju ngjallë interes. Në punë, përqendrohuni në detajet e vogla, pasi ato do të bëjnë diferencën. Financat tuaja duken stabile, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Ruani qetësinë dhe mos u nxitoni me vendime të mëdha. Gjeni pak kohë për veten dhe mendoni për hapat e ardhshëm. Meditimi ose një shëtitje e shkurtër mund t'ju ndihmojë të qetësoheni. Mbani mend se çdo sfidë është një mundësi për të mësuar diçka të re. Daforia, dita e sotme do të sjellë disa mundësi të reja në jetën tuaj profesionale. Është e rëndësishme të jeni të hapur ndaj ideve të reja dhe të mos hezitoni të merrni vendime që mund të ndryshojnë rrjedhën e karrierës. Në aspektin e dashurisë, ndjenjat tuaja do të jenë të qëndrueshme, por mund të ketë disa keqkuptime që kërkojnë komunikim të qartë. Financat do të jenë në një nivel të qëndrueshëm, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale do të jetë e balancuar, por është e rëndësishme të gjeni pak kohë për veten tuaj dhe të relaksoheni. Një ecje e shkurtër në natyrë mund t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë dhe qetësinë e brendshme. Luani, sot do të ndiheni më të qetë dhe të balancuar në aspektin emocional. Në fushën e dashurisë mund të ndodhin disa momente të ëmbla që do t'ju bëjnë të ndjeni afërsi me partnerin. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund t'ju ngjallë interes. Në punë do të jetë e rëndësishme të përqendroheni tek detajet, pasi një gabim i vogël mund të ketë pasoja. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni me kujdes. Sot është dita e duhur për të menduar për investime afatgjata. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke marrë kohë për relaksim dhe meditim. Një ecje e shkurtër në natyrë mund t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë dhe qetësinë. Virgjëresha, sot është një ditë e mirë për të përqendruar në marrëdhëniet personale. Në dashuri, përpiqu të jesh më i hapur ndaj partnerit, pasi komunikimi i hapur do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë mund të përballesh me disa sfida, por mos u shqetëso, sepse aftësitë tuaja do të të ndihmojnë t'i kalosh ato me sukses. Financat mund të kërkojnë pak më shumë kujdes, është koha për të bërë plane afatgjata dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Emocionalisht mund të ndihesh paksa i lodhur, por një kohë e kaluar në natyrë ose me njerëzit e dashur do të ndihmojë të rigjenerohesh. Kujdesu për veten dhe merr kohë për të reflektuar mbi gjërat që të bëjnë të lumtur. Beshoria, sot energjitë do të jenë të përziera dhe mund të ndjeni pak tension në ajër. Në aspektin e dashurisë, komunikimi do të jetë çelësi për të zgjidhur çdo keqkuptim që mund të lindë. Sa i përket punës, do të ndiheni të ngarkuar me detyra, por mos u shqetësoni, pasi do të keni forcën e duhur për t'i përballuar ato. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj planifikoni mirë shpenzimet tuaja. Gjendja emocionale mund të jetë disi e paqëndrueshme, prandaj gjeni kohë për t'u relaksuar dhe për t'u kujdesur për veten. Praktikimi i meditimit ose një shëtitje në natyrë mund të jetë shumë ndihmuese për ju sot. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se çdo sfidë është një mundësi për rritje personale. Akripi, dita e sotme sjell mundësi të reja në aspektin profesional. Fokusohuni në detaje dhe mos e lini pas dore punën ekipore.
Në dashuri, komunikimi i hapur është qetësi për të shmangur keqkuptimet. Partneri mund të ketë nevojë për mbështetjen tuaj, prandaj tregoni mirëkuptim. Financat duken stabil, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Sot ndiheni emocionalisht të ndjeshëm dhe mund të keni nevojë për pak kohë vetëm për të reflektuar. Kujdesuni për shëndetin mendor duke medituar ose duke bërë një shëtitje në natyrë. Mos e teproni me punën dhe gjeni kohë për t'u çlodhur. Kujdesuni për marrëdhëniet ndërpersonale dhe mos e humbni durimin në situata të tensionuara. Dita premton përparim nëse qëndroni të fokusuar. Shigjëtari. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale, por me komunikim të hapur, gjithçka mund të zgjidhet. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të bëni përparime të rëndësishme. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, ndaj është e rëndësishme të shmangni shpenzimet impulsive. Ndjeshmëria emocionale mund të jetë më e lartë se zakonisht, ndaj është mirë të kaloni kohë në aktivitete që ju relaksojnë. Kujdesuni për mirëqenien tuaj mendore dhe mos harroni të gjeni pak kohë për veten. Takimet të reja mund të sjellin energji pozitive, ndaj mbajini syt hapur për mundësi të reja. Mbani një qasje praktike ndaj çdo situate që shfaqet. Britjapli. Dita e sotme mund të sjellë sfida të vogla në marrëdhëniet personale, por me pak durim gjithçka mund të zgjidhet. Në punë, përqendrimi do të jetë çelësi për të përmbushur detyrat me sukses. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme për momentin. Mund të ndiheni pak të lodhur emocionalisht, ndaj është e rëndësishme të gjeni kohë për relaks dhe reflektim. Një shëtitje e shkurtër ose një bisedë me një mik të ngushtë mund të ndihmojë në përmirësimin e humorit. Sot është një ditë e mirë për të menduar për qëllime të afatgjata dhe për të bërë plane konkrete për të ardhmen. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të jeni të mirë me të tjerët. Ujori. Energjia e ditës sot do të ndikojë në marrëdhëniet tuaja personale. Përpiquni të jeni më të hapur dhe të dëgjoni partnerin tuaj me vëmendje. Në punë mund të përballeni me disa sfida të papritura, por qëndrimi pozitiv do t'ju ndihmojë t'i kapërceni ato me sukses. Financat tuaja do të jenë në një gjendje të qëndrueshme, por është e rëndësishme të mos bëni shpenzime të panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e luhatshme, ndaj është e dobishme të gjeni kohë për veten dhe të relaksoheni. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet që ju pëlqen mund të ndihmojë në balancimin e energjisë suaj. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik. Peshqit. Sot është dita për të vlerësuar marrëdhëniet që ke në jetën tënde. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të sjellë qartësi dhe mirëkuptim më të thellë me partnerin. Nëse je beqar, mund të takosh dikë që të zgjon interesin. Puna do të kërkojë vëmendje të veçantë, ndaj përpiqu të mbash fokusin dhe të mos shpërqendrohesh nga detajet e vogla. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e paqëndrueshme, prandaj merr kohë për t'u relaksuar dhe për t'u çlodhur. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet që të pëlqen mund të ndihmojë për të përmirësuar humorin. Kujdesu për veten dhe mos e neglizho mirëqenien tënde fizike dhe mendore.